Valer Kolnika, mirë se erdhe në What the Fuck. Kisha dikë që mendonte se isha i një orientimi tjetër, më ka sfiduar jeta dhe fati. Pse e thua këtë, Valer? Po, nëse do marr pjesë një ditë në Big Brother, ju do merrni vesh një gjë që s'keni për ta besuar. Ju nuk dini se çka ka përballuar ky djalë që në moshë shumë të re. Se kam bërtitur me sa kam pasur forcë aty. Mandalena është shumë njëri i qetë. Kush ka qenë pagesa më lart që ke marrë? Po thua që kemi personazh origjinale. Realisht po ta shohësh, kemi një Arban Osmani që është si Alesia Markuci e përzier me Simona Ventura. Po starat e këtij edicioni janë pak të logën, me thënë drejtë. Edhe po të marrësh çmimin siç e mori Dionisi, njësoj të shkon ku është Dionisi tani. Kishte dikush tjetër për qenë opinionist, kështu që duket ke qenë ti për të qenë opinionist. As që diskutohet. Gjesi si të duket, ishte Kalama Amor burr, që është Alba Pollozhan, një përputhse që direkt e kam tani nuk do më marrë. Jo, vetëm se është Ledioni. Kam pasur tërheqje fizike për një personazh tek Ferma VIP. Kam pasur. Me kë? Kam për foto të zhveshur krejt nudo, edhe ndërkohë që kalonin njerëzit me makina ti bëj kështu, pastaj hiqi krejt. Kam lënë ti të provoj me një burgos. Më fal. Po ti je martuar, ore. Dhe çfarë do thot?